Se kemi një eksperiencë personale, do t'i kthejmë pasi të dëgjoj edhe përjetimet dhe emocionet me të cilat po e pret ndeshjen e sot me Arnita. Në punët e mia të fundit, një ndër punët që kam bërë ka qenë një dokumentar lidhur me luftën e Kosovës. Kur unë isha më pak e matur nga që jam tani. Kur ka qenë kjo? Kur kam përfaqësuar Shqipërinë në Miss World. E mbaj mend ta sokoj, unë isha 18 vjeç, edhe unë e ndaja dhomën me Bosnjën, me Miss Bosnjën. Edhe në dhomën tonë vinte Miss Serbia, sepse ato shkonin shumë mirë me njëra tjetrën, dhe unë me një lloj pamaturie të asaj kohe thash, lutem shumë, Serbia në dhomën time nuk duhet të futet kurrë. Domethënë keni të shkeni, juve jeni shoqe, po jashtë kësaj dhome. Me këtë llojin e nacionalizmit, po edhe pamaturinë asaj kohe, dhe isha shumë krenar. Dhe mbaj mend ajo goca u fye, domethënë u ndjek keq, sigurisht nuk e ktheu me të njëjtën formë, domethënë ajo ishte më e matur se unë për të më thënë që shiko, kjo nuk ka asnjë gjë të bëjë me vendin ku jemi, me kompeticionin ku jemi, dhe ne ajo po t'ishte me mendjen tënde. Do kishte patur një Nuk do donte ta kishte në kat Miss Serbinë.